Shiko, se kam dëgjuar këto ditë që jo ka mafje Shqipëria, jo s'ka. Padyshim Shqipëria ka krim të organizuar. Padyshim që Shqipëria nuk e ka mafje si Cosa Nostra, po që e ka mafje si Ndrangheta e ka. Nëse Cosa Nostra ka tipare të tjera të organizimit të mafjes, Cosa Nostra, Ndrangheta e ka organizimi familjar. Prandaj është dhe një mafje shumë emetike, dhe një mafje e cila ka më pak bashkëpunëtor drejtësie. Për shkak të linjës së gjakut që ka ai formacion kriminal. Dhe ne, shqiptarët, e kemi të tillë. Dhe nga statistikat, ose më saktë nga çfarë ka hetuar prokurori antimafjes Grateri, pra që është një personalitet që një mirë ka bërë edhe studime për sa i përket mafjes, ai në jo më larg disa muaj më parë, i pyetur nga gazetarët italianë, lidhur me mafjet, ai ka thënë, pas Ndranghetës, mafja shqiptare është mafja e dytë sot në Evropë. Është mafja, thot, e cila më parë ishte shërbente të tjerëve, tani ka dalë vetëm, thot. Dhe është e dyta në tregun e kokainës sot në Evropë. Unë jam i prirur ta besoj Gratierin. Pavarësisht se shqiptarët këtu, analistët, avokatët, juristët, ku dëgjojnë lloj-lloj njerëzish, thonë që ka krim të organizuar, por s'ka mafje. Jo më jo, ka mafje. Sepse nëse do futesh të shikosh tiparet e mafjes, padyshim që mafja ka një kupol, ka një atë, dhe këtu patjetër që ka kupol. Ka X kupol dhe vazhdoj me radhë. Pa krim organizuar, këtu tek ne, e ka tiparet e mafjes. Sepse ka personazhin atje lart, ka njerëzit poshtë dhe ka dhe ushtarët që kryejnë veprimet qofshin këto dhe vrasje. Kështu që Gratieri, si një personalitet prokuror i cili e ka studiuar dhe vazhdon ta studiojë jo vetëm mafjen italiane, por dhe mafjet e tjera, thot se mafja shqiptare sot është e dyta dhe më e rrezikshme në Europë. Dhe mafja shqiptare, thot, ka kapur institucionet deri në qeveri shqiptare. Dhe bën pastrimin e parave, thot, me anë të ndërtimit në Shqipëri. Tani, unë pse s'duhet ta besoj këtë personalitet? Mos më ka bërë një studim zoti Dumani mua për mafjen, s'më ka bërë, që të më japi një version ndryshe. Kjo është. Prandaj që t'jeni të bindur për këtë gjë, që mafja shqiptare, Shqipëria ka mafje. Nuk ka vetëm krim të organizuar, jo, ka mafje. I ka me emra, mbi emra, me klane, me kushuri, me kushurira, pra e ka të ndërtuar të tillë. Padyshim, nuk e ka disiplinimi që mund të ketë Ndrangheta. Sepse ka një përvojë kështu me radhë. Varet dhe nga natyra e njerëzve. Por që ka mafje ka. Dhe mafja e ndërtimit sot, apo mafja e tokave sot, është evidente. Mafja e tokave është evidente sa ka arritur, ka futur dhe dokumenta falsifikuar në arkiv shtetit. Mafja vetë për vjetë tokat. E dini apo se dini? Edhe dokumenta në arkiv shtetit ka futur mafja. Dhe pasaj ndërton, ai nxjerr dokumenta në arkiv shtetit dhe me ato merr toka Bregdet dhe ndërton. Po. Ka dhe deputetët e saj në kuvendin e Shqipërisë po deshët ju, mafja e tokave, që është më e rrezikshme atë sot. Kështu që ta harrojnë këtë që nuk ka mafje, lemër ka mafje, patjetër që ka. Të strukturuar tamam. Me njëherë pas këtij njoftimi dhe konkretisht para 2 ditësh në Shqipëri zbarkoi një prej zyrtarëve të rëndësishëm të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, i cili u takua me ministrin e Brendshëm, por edhe me kreun e SPAK-ut Altin Dumani dhe përcolli porositë e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar që të luftohen kartelet e drogës dhe krimi organizuar. Çfarë do të thotë ky mesazh i cili jepet në mënyrë kaq direkte autoriteteve më të larta në Shqipëri, qoftë asaj të qeverisë, por edhe kreut të SPAK-ut Altin Dumani? Kjo do të thotë premtimin që zoti Trump ka dhënë amerikanëve gjatë fushatës së tij elektorale. Zoti Trump kur u ka thënë amerikanëve gjatë fushatës, unë e kam ndjekur, padyshim dhe ju e keni ndjekur, u tha që grupet, kartelet e drogës, ato që cënojnë sigurinë
kombëtare të vendeve aleate, e kështu me radhë, ne do t'i shpallim organizata terroriste. Dhe mos harrojmë, ai sa mori pushtetin, e shpalli Sinaloa, një Sinaloa që ka dhe investime dhe në Shqipëri, po deshët ju, e shpalli organizat terroriste. Dhe në këtë kuptim, duke qenë që Shqipëria është një vend tashmë i njohur për pastrimin e parave, duke marrë parasysh faktin që në Shqipëri nuk merret vesh nga hyn dhe sa tonelata kokain hyn, dhe duke marrë parasysh faktin që të gjitha lejet e ndërtimit për resorte, për vila, komplekse, hoteleri e kështu me radhë, jepen nga kryeministri pikërisht për grupe të caktuara dhe personazhe shumë të rëndësishëm të botës krimit, atëherë detyrimisht që Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuar. Janë të shqetësuar dhe padyshim që do dërgojnë njeriun e tyre këtu që t'i thonë, ore njerëz, çfarë do bëni? Do ta luftoni krimin e organizuar apo jo? Kjo është mesazhi që ka sjell. Nuk erdhi këtu të thotë që bravo juve se jeni vend, siç vinin ata ca palaçot e mëpashëm këtu dhe na tregonin ne me atë palaçon ai, si e kishte ai sekretari i shtetit, një palaço tjetër vjen na tregonte neve këtu sa i lulzuar ishte Shqipëria dhe lum ne që e kishim autokratin e Tiranës dhe lum ne që kishim këto institucione e kështu me radhë. Jo, jo. Nëse do ta duash aleat një vend aleat, do t'ja thuash defektet të sy. Do t'ja tregosh defektet që ai të përmirësohet. Jo ta glorifikosh dhe ai të vazhdoj akoma me të thelloj problematikat që ka. Dhe kjo është ajo që ne duam nga aleatët. Jo të na glorifikojnë, po të na thonë problematikat që ne kemi. Dhe padyshim, kjo ishte një veprim shumë pozitiv që dikush nga Departamenti i Drejtësisë së Shtetit Bashkuara erdhi, zgjuajti na gjumi këta, palaçot e Shqipërisë, se ka palaçot tjerë, dhe u tha, oh, njerëz, e keni krimin organizuar këtu, prandaj merrni masa ta luftoni, ose do ju shpallim dhe juve organizat terroriste bashkë me kriminalët. Kështu është, kjo është historia. Lëre këta tani do ta glorifikojnë për erdhi, jo po i dha mbështetje Spakut, jo po si dha. Dhe ju bo Departamentit Drejtësisë Amerikane për Spakun e Shqipërisë. A se kanë në mendje fare, more, kuptoni apo jo? Ata shqetësojnë për krimin organizuar dhe shqetësojnë që shqiptarët nuk e luftojnë krimin organizuar. Këtë hall kanë vetëm. Dhe shikojnë që krimi organizuar është në nivele shumë të larta. Krimi organizuar është kudo, ka kapur shtetin. Nëse në Itali ka mafie dhe operojnë në një jetin territor dhe bëjnë luftë njëri me tjetrin, policia dhe krimi luftohen, në Shqipëri han krimi dhe politika han bashkë, vjedhin vota bashkë, bëjnë hotele bashkë, kanë biznese bashkë. Ky është problemi sot. Prandaj dhe antimafia vjen këtu vetë. Prandaj antimafia dërgon policët këtu të kamufluar si turist, e të kamufluar si njerëz të fesë kështu me radhë dhe vi bëjnë hetime, sepse s'kan besim as te Spaku, as te BK-ja, as te policia kriminale shqiptare. Kjo është e vërteta. Si e shikoni fatin e Spakut dhe të Altin Dumanit teksa i mbaron mandati këtij të fundit në fund të këtij viti, dhe sa do ndikoj kjo sa i përket hetimeve, por edhe goditjeve në nivelet e larta? Shiko, fati i Altin Dumanit nuk është e lidhur me fatin e Shqipërisë, as me fatin e organit të procedurës. Altin Dumani që punoi njësë atje, avokati i akuzës, pra përfaqëson shtetin në gjykim, dhe do iki. Do mbaroj si drejtues afati sa ka përcaktuar kushtetuta, ligji organik, dhe kaq. Do vazhdoj prokuror, siç ka qenë. Jeta vazhdon, mon. Do zgjedhet një tjetër aty, dhe do vazhdoj prokuroria. Prokuroria do vazhdoj punë derisa të jetë sa nuk është shkrirë me kushtetutë. Nuk e çfarë ti nuk ka. Domethënë, është absurditet i madh të mendojmë ne tani që u iku Dumani e si do vej halli. Jo, por jo. Vin Falconi në Itali, e vran, edhe Borsellino. Vazhdoi olla, lufta vazhdoi, mon. U krijo do në prokuror të tjerë, të rinj, shumë radh, vazhdoi jeta, mon. Sfilloi prokuroria jeta me Altin Dumanin, e mbaron me Altin Dumanin. Dakord, po. Puna matet me rezultat. Çfarë rezultatesh ka dhënë Altin Dumani? Ka nisur një hetim kryesisht vet. E ta çoj deri në fund. Ka nisur një hetim kryesisht, jo me denoncime popullore, jo me kallëzime partish. E individëve që
a bën gati kallëzimi partia dhe vetë i çojnë te Derespaku. Plas vet, siç e nisi antimafia italiane. Që nisi hetimet me anë të mediave shqiptare, nisi hetimi 7 vite më parë antimafia italiane. Dhe çoi operacionin deri në fund. Ja kështu duhet punoj prokuroria. Ka bërë një nga këto operacione Altin Dumani, dini që? Në një nga këto operacionet që ta nisi vetë kryesisht me anë të oficerëve të BK-s dhe të kryej arrestime. Ja. Atëre, iku Altin Dumani, po pastaj do vi tjetër. Pas e për më mirë punën Altin Dumani. Ne jemi popull i vdesin për një shat, po çfarë them orma? Kushtetuta jo nuk e lejon. Kështu që s'ka për mua nuk ka asnjë lloj fare, jo për shkak se un jam avokat e jam konflikt interesi për ta dhe e shikoj me një sy tjetër, e kupton? Se un normalisht për institucionin e prokurorisë kam respekt, ma se s'kam respekt për prokurorët, po për institucionet un jam njeri që i dua institucionet. Por ma se nuk dua ata që janë brenda se nuk e justifikojnë. Por institucionet i dua. Ky është thelbi se un jam njeri që vi nga familje që i ka ndërtuar institucionet dhe me gjak po deshët. Që sa i bie, 113 vite para. Por problemi është, ato institucione ka njerëz që justifikojnë ato institucione, po kjo nuk do të thotë që do të ripa tjetër ai që nuk justifikon punën